Jam këtu edhe me prezantuesin e cila do me marrë bukën mu me Gilin e cila ka prezantu festivalin Qelsi Muzikor 2010 këtu në Rinora 4 për Evropë. E donë, ty kur kush nuk mund të zavendësun të Ziko TV, po masi kem qenë diaspor pak me ngjashëm kemi shku në ndryshim, po. Gil, që shkalove sonte? Ishte një përvojë e re, mirë me në ciri në Rinorën 4, gjithmonë kaloj mirë. Kryesisht janë publik i ri, ndrohen gjenerata, ndrohen njerëzit, po atmosfera vete gjithmonë e mirë. Sot kishte atmosferë tamam për festival, nuk ishte ashtu zhurmë e madhe, po ishin të interesu ma shumë me ndëgju këngët. Fakti cilin gëzoj, sepse edhe këtu ka fillu publiku me që mu këngën e mire dhe vlerën e një festivali. A ke stres me bo një prezentim të festival në Rinora 4? E di që ke prezentu edhe ma herët festivali, ama në Rinora 4 ka qenë rapor, me sa di për me prezentu një festival. Ndoshta pse s'ka qenë sala zyrtare, e karikat s'kan qenë kështu tulluna për publik, nuk kam pas atë frikën që mund që të adhuran sala dhe ato emisionet, e kam u thejtë shumë lirshëm, ka qenë një prezentim modest, besoj që ka pëlqy. Edhe më ka pëlqy edhe që shetë sot, ke ndryshu shumë, ke hek edhe do kile, kom vrejtë, në? Myta du vrapu me hek, po shumë pakëm. Vlau i ka fajet vlau. Besoj që Alba, Vizioni apo? Alba, s'ka më qitë trash në televizion, pak ma ngushton e pak fotografi. Okej, Gil, që ke diçka më shtu për fund, po mos të harroj edhe këndove disa këngë si Msafira, zbashku edhe me Enes Potokun, publiku i pretën shumë mirë. A ka kohë që si e ka në Rinora 4, apo gjithmonë të mirë presin kur del Gili në skenë ashtu, ato duar trokitjet dhe ajo emocioni që ja jep... Edhe ka kohë që s'kom qenë, edhe gjithmonë më presin mirë, dyja që ndrojnë. Kënga me Enis Potokun është një dëshmi që është kënga festivalit, mundet me u bahit, edhe për asaj këngë mundesh me fitu shumë fansa edhe të mira materiale. Çdo konkurrues i ri i cili merr festivalin seriozisht mundet me pas sukses, edhe festivali është rruga më e shkurtër për të popularizuar njeriu. Çdo këngëtar. Gil, faleminderit edhe njerë shumë që ma ke je gajle për prezentimin për sonte. Faleminderit për Ziko TV-n, edhe i dëshiroj sukses edhe në Amerikë, edhe në Shqipëri, edhe dash Zoti që në Gjilan të organizot një finale mirë, ashtu si duhet, edhe inshallah janë këngët e mira. Gjithçysh. I përshëndes, faleminderit. Okej, jemi me një mësafir special i cili ka marrë pjesë sonte ekstra në Rinora 4, Enis Potoku. Bravo. Enis, ka qenë raport për ty që ke kënu në Rinora 4, me sa e kom kuptu? Jo, ka qenë hera prej shumë herave. Mirë po sonte... Mësafir me një festival. Mësafir me një festival, të organizuar nga Ziko Kompani, do të ka qenë hera parë. Enis, kënga cilën e keni këndu sonte me Gilin është, do më thoni, dëshmi e suksesit këngëve që mujnë me pas me një festival. Shumë ditë ti që me atë këngë, ke marrë pjesë me një festival edhe tash me qatë këngë edhe po jem mësafir me një festival. Pa jam di shumë mirë, faktikisht më ka dokte edhe mu si kur me marrë pjesë këtë festival, pasi që vërtet është një këngë për festivalin, edhe e mirë pritur shumë nga publiku, jam di shumë mirë. Enes, është hera parë që ti bën një intervist për Ziko TV, na më nëshme nga tregu diçka pak ma shumë për vetën, me ditë edhe publiku i Ziko TV-s, kush është Enis Potoku, me qka mirën jetën e përdečme përveç muzikës? Po, unë jam, do më thoni, lindur në Mitrovic, jetoj që disa vite në Zvicër, thjesht jeta po shkon poshtë, nalt, poshtë, Kosovë, Zvicër, Evropë, përgjithësi. Për momentin merrna do të thotë vetëm me muzikë, edhe disa hobi tjera që i kom kështu si hobi, mirë po puna ime primare është muzika. Enis, çka presim tre nga ti këtë verë, pasi zakonisht këngëtarë të verës mundohen për sezon me bë këngë treja, klipe treja, është edhe Enisin listën aty në këngëtarëve apo jo? Po, i kam përgatit 2 këngë treja, do të thotë cilat do të realizoj edhe me videoklipe. Është një këngë verore, këngë e shpejtë, ritmike, ndërsa kënga e dytë është balad, pasi që baladat më flenë më shumë, edhe thjesht nuk po muna mi u ikë. Mirë po besoj se
kanë më prit mirë për publik. Ju njeni si një këngëtar i cili këndon rock balada ashtu, a mendoni me ndrru zhanrin, me vazhdu diçka më argëtuese, R&B ose diçka apo me rock, ashtu, me qëndru me rock edhe me rock? Po faktikisht rocku është një stil që unë e preferoj personalisht ende, mirë po këngë cilat i kom punu të shkove të fundit, janë më shumë këngë për publik, thjesht për mas, pasi që fatkesisht rocku ka ra shumë, sikur që po bjen ditëve të fundit, edhe po duhet më shku si pas shijes publikut, kështu që këngët e reja janë pak më ritmike, janë më komerciale. Mirë po ka dhe asja dhurus që janë të përbetum të rockit, besom një prej aty në jam e dhonë. Faleminderit shumë. Ka, për ata ka edhe vendet caktume ku unë shkoj edhe bëjmë ramje, do të thotë, në përkrye qendrat e Kosovës. Mirë po, thjesht publiku është shumë i gjanë se vetëm në disa qendrat më të Kosovës, për atë arsye edhe ne jemi të obliguar të punojmë për publikun. Okej, normal si këngëtar do të më përshtat pak edhe shijes publikut. Patjetër. Nëse e ke plan ndonjë album, diçka më tepër rreth muzikës? Album këtë vit do të ketë, 2 këngë do të punohen tash para verës, edhe do të thotë pas sezonës të verës, sezona e mramjeve rinore në diaspor, do t'i punoj edhe 2 këngë, do të thotë këtë vit mendoj dhe shpresoj me ndihmën e sponsorave t'i realizoj 4 këngë. Me kënd do të bashkëpunoni për këto këngë? Kush do t'i shkruaj tekstin, muzikën, a keni vendos apo? Po faktikisht unë muzikën e njoh mirë, tekstet i kam shkruar vetë, do të bashkëpunoj me siguri me Ilir Beranin në një këngë, eventualisht 2 këngë, edhe kjo është krejt, e kam edhe këtu ekipin, cilët nuk janë të njohur, do të thotë në Kosovë, mirë po janë muzikanta shumë të mirë edhe punoj me ta. Do të ka pëlqyer puna e Ilir Beranit edhe do të vazhdosh me bashkëpunu me ta? Po patjetër, pas suksesit madh të këngës me Gilin, do të thotë këngës Kur unë dam, ka qenë edhe një sen shumë i madh për Mumbin, do të thotë që Iliri vërtet bën këngë të mira, këngë që i don publiku, edhe pse jo. A mendon që ka me ta bua për këngën e mirë, ato e ka bua pak edhe për hatër të Gilit? Po nëse se bëna e të mirë në drejtë e kënoj mirë edhe s'ka problem. Okej, që kjo për më pëlqen atë. Bash. Okej, Enis, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë në intervistë në emisionin tonë dhe me qenë mësafir special natës sënë me rinora 4 të festivalit Qelsi Muzikor 2010 për Evropë, që kime shtu diçka për fund, je mirë se ardhur. Falënderimet edhe nga ana ime, ka qenë, do të thotë, një befasi për mu, si jam informu këto ditëve të fundit, do të thotë të jem në staf të festivalit. Ju përshëndes përzemërsisht gjithë shikuesit e Ziko TV, se edhe gjithë shqiptarët ku jo në këtë botën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve.